Liria si një nga format më të sofistikuara të kontrollit. Pjesa më e madhe e jona besojnë se rrjetet sociale dhe mundësia për të bërë statuse, për të folur, për të bërë video në TikTok, në Facebook, në YouTube dhe në rrjetet e tjera sociale, është një liri absolute dhe ne jemi të lirë. Kjo krijon iluzionin e lirisë dhe është një liri e kontrolluar. Përse? Sepse duke postuar, duke folur dhe duke i thënë të gjitha, qoftë në Facebook, qoftë TikTok, qoftë në YouTube, ne harrojmë me rolin ton kryesor. Roli ynë nuk është vetëm të identifikojmë dhe të flasim dhe të jemi të lirë dhe të shprehemi lirisht. Roli ynë është të veprojmë lirisht. Momentin që ne shprehemi dhe kalojmë në inflacionin e shprehjes, ne harrojmë se kemi një detyrë tjetër të rëndësishme që është liria për të vepruar. Ky është iluzioni dhe kontrolli i njeriut nëpërmjet lirisë. Javë të mbar.